Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me fundjavën, si do jetë kjo fundjavë në lidhje me të gjithë ju. Ju uroj një fundjavë të këndshme, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Do jetë një fundjavë, kemi dhe Plutonin që fillon atë retrogradi në shenjën e Ujorit, dhe është një fundjavë ku gjithë secili nga ne do reflektojnë në gjendjen e brendshme, në lidhje me njofjet, me lidhjet ose me marrëdhëniet tuaja, ose edhe në lidhje me një lloj transformimi shoqëror, në lidhje me marrëdhënie të ndryshme, shoqërore, familjare, por dhe gjithçka tjetër. Gjithsesi është një javë mirë, është një fundjavë mirë, sepse pastaj mbas së dielës gjërat do ndryshojnë, do keni shërime psikologjike, por dhe një komunikim më të mirë gjatë këtyre ditëve. Atëherë shohim si do jetë kjo fundjavë. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e javës, videot e muajit maj, por dhe temat të ndryshme që postojmë. Dhe shohim si do jetë energjia e javës në lidhje me të gjithë ju. Atëherë kanë dalë 3 energji toke, 3 letra me energji toke. Gjithsesi, ju shoh që në fund të kësaj jave ju do harrini të futeni brenda vetes dhe të krijoni një lloj stabiliteti. Dhe këtu flasim stabilitet shpirtëror, stabilitet emocional, por gjithsesi ju shoh pak të mbyllur në fund të javës. Edhe pse një pjesë prej jush do keni dhe oferta gjatë kësaj fundjave, mund të vijë një person drejt jush, dhe është një person që është edhe i fuqishëm ekonomikisht, por ju dëshironi ndoshta që nuk do hapeni shumë me këtë person, por dëshironi të futeni brenda vetes tuaj për të shëruar atë anën tuaj psikologjike, por dhe shpirtërore. Në lidhje me punën tuaj, shoh që një stabilitet do harrini edhe në marrëdhëniet tuaja, ju shoh, por gjithsesi do tregojeni të mbyllur në marrëdhënie. Do jeni duke menduar shumë seriozisht edhe rreth marrëdhënieve tuaja. Flasim marrëdhënie në njofje, lidhje, por dhe marrëdhënie të gjata në çift. Për një pjesë tjetër, ju do arrini një lloj pavarësie gjatë fundit të javës, do ndjeni mirë, do jeni të sigurt në veten tuaj, ndoshta do jeni me një vetbesim të plot në bërjen e gjërave, dhe ju shoh që do merrni disa para. Keni një shumë të konsiderueshme parash, do jeni duke menduar ose të hiqni disa para, disa kursime gjatë kësaj fundjave, ose në rastin tjetër për të bërë dhe investime të ndryshme, sepse ju shoh që po mendoni shumë në lidhje me anën tuaj ekonomike, por edhe në lidhje me investime të ndryshme që do bëni. Një pjesë prej jush do keni mbështetje nga një person që është në një pozicion të favorshëm ekonomik, dhe në këtë fundjavë do t'ju ndihmoj ose në lidhje me këshillat që mund t'ju japi, që ju të dilni nga situata të vështira që keni kaluar, dhe këto situata mund të jenë në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, ose edhe nga ana ekonomike. Dhe unë do t'i hap, do t'i shoh çfarë na sjell nënta e monedhave. Ju shoh që kemi energjinë e shenjës së binjakëve dhe energjitë shenjave të ajrit, konkretisht e ujorit. Gjithsesi, energjitë kemi thënë gjithmonë mos i merrni shumë parasysh, përfshihen gjitha shenjat. Ju shoh që nuk e di, por do futeni brenda vetes në lidhje me një dashuri, në lidhje me një njofje, lidhje ose edhe në marrëdhëniet tuaja. Mund të jetë edhe një person që është shpirti juaj binjak. Një pjesë prej jush mund të keni nevojë të pushoni, të qetësoheni për t'i dhënë drejtim gjërave, sepse ju shoh që mund të ndiheni të lodhur psikologjikisht. Por gjithsesi do t'i bëni gjërat me vetbesim, ju shoh.
do ndjeni më të sigurt brenda vetes tuaj në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, ju do merrni disa para, do hyni në një lloj partneriteti edhe mund të investoni gjatë kësaj jave, por do ta mendoni mirë, ndoshta do merrni këtë fundjavë pushim për ta menduar për të hyrë në një lloj partneriteti, në bashkëpunim, te vendi punës ose edhe në projekte dhe partneritete të ndryshme. Për një pjesë tjetër, ju do jeni duke menduar rreth pjesës së dokumentave. Ndoshta ka ardhur momenti që të jepni disa para, ju shoh këtu dhe është një person dashamirës që do t'ju mbështesi. Ju do jepni disa para për ta zgjidhur edhe problemin e dokumentave. Në rastin tjetër do jeni duke menduar dhe në lidhje me studimet tuaja gjatë kësaj fundjave, por edhe ndoshta edhe kurse ose trajnime të ndryshme që dëshironi të bëni. Mund të takoni dhe një person të dashur dhe të jeni duke diskutuar me këtë person në lidhje me këto situata. Dhe vazhdojmë çfarë na sjell katra e monedhave. Katra e monedhave na sjell energji të shenjave të ujit, por dhe të zjarit. Atëherë, ju tregoni të mbyllur ndaj një dashurie dhe ju shoh që sikur dëshironi të largoheni, ndoshta nga një njohje që keni ose nga një lidhje ose nga një marrëdhënie. Dhe këtu flasim për njohje, lidhje dhe marrëdhënie që nuk funksionojnë më. Nuk flasim për gjëra që funksionojnë. Ju shoh shumë të lodhur. Ndoshta keni kaluar lodhje për një kohë të gjatë në lidhje me një person të caktuar, ose në lidhje me një njohje, me një bashkëjetesë, me një fejesë, me një martesë që mund të keni, dhe ju do çliroheni gjatë kësaj fundjave, do të jepni fund kësaj lodhje, duke u larguar dhe duke marrë një drejtim tjetër, ndoshta për gjetur diçka të re. Ndërsa në lidhje me punën, ju shoh që ju mund të merrni disa para, një pjesë prej jush, ndoshta mendoni për të shkuar dhe jashtë shtetit, mund bëni diskutime për të shkuar jashtë shtetit, do merrni disa para për t'u larguar. Mund të largoheni jashtë shtetit, mund largoheni nga një qytet në qytetin tjetër, sepse ju shoh që dëshironi një lloj pavarësie. Ndoshta të shkëputeni nga familja ose ju të shkoni diku për të ardhmen tuaj. Mund të jetë një situatë që ju ka lodhur ndoshta në lidhje me një punë që mund të keni pasur, ju keni punuar shumë fort, por ju shoh që ju ka lodhur kjo punë dhe ju ndoshta dëshironi një drejtim më të mirë për veten tuaj. Dhe kemi mbretin e monedhave, përsëri energji toke, është një fundjavë që do jeni më tepër me këmbë në tokë, duke menduar në lidhje me situata të ndryshme që do keni. Dhe shoh është një fundjavë që do keni shkëlqim, do keni sharm, ju do t'i përkushtojeni vetes, sepse kemi kartën e diellit këtu, por kemi dhe perandoreshën. Femrat, më falni, do duken si perandoresha, sepse do ndihen të lumtura, të gëzuara, ndoshta ju do dilni dhe kjo gjë do t'ju gëzoj, por ndërkohë mund të takoni dhe një person, një energji maskullore, që është një person i sigurt në veten e vet. Dhe ju do dëshironi të bëni një fillim të ri me këtë person. Në lidhje me pjesën tjetër, ju do jeni duke menduar seriozisht në lidhje me fëmijët tuaj. Do t'ju japin lumturi gjatë kësaj fundjave, por ndërkohë mund të shkoni dhe diku ose fëmijët tuaj duan të bëjnë fillime të reja. Ndoshta një lloj pavarësie nga prindrit në një rast, në rastin tjetër ndoshta dëshirojnë të bëjnë një kurs, mendojnë për studimet e ardhshme ose diçka tjetër, por gjithsesi është një energji shumë e bukur ku sjell fillime dhe zhvillime shumë të mira. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me një shtatzani. Ndërsa për disa të tjerë, ju do jeni duke menduar shumë për anën ekonomike. Disa prej jush do jeni në një pozicion të mirë ekonomik, se jo të gjithë janë në kushte jo të mira, dhe kjo gjë do t'ju japi lumturi, do t'ju bëj që dhe të shpenzoni ca para gjatë fundjavës, ndoshta duke shkuar diku, duke mbledhur me familjen tuaj, me miqtë tuaj, por ndërkohë do jeni duke menduar
për të bërë këto fillime të reja. Dhe fillimet mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Mund të jetë një investim i ri, një biznes, një punë e re që ju mendoni gjatë kësaj fundjave për ta bërë, dhe e shoh që ju do t'i keni këto fillime dhe do marrin zhvillime shumë të mira. Dhe këtu kemi energjinë e shenjës Shijetarit, Demit, por edhe Peshores. Shoh një energji fantastike në lidhje me të gjithë ju, jo vetëm për këto shenja. Dhe shohim përfundimin për këtë javë. Çfarë do t'ju sjelli përfundimisht? Ju shoh shumë të vrullshëm, dëshironi t'i bëni gjërat shpejt, jeni ndjerë të sakrifikuar deri tani. Disa prej ju shoh kemi energji ajri, energjinë e shenjës së peshqve dhe kemi edhe energji të shenjave të tokës përsëri. Disa prej ju do doni të bëni udhëtime dhe dëshironi ndoshta edhe të ikni, të shkoni ndoshta jashtë qytetit në mënyrën më të shpejtë, keni nevojë për një pushim. Do keni shumë diskutime, por ju shoh që do të rregojeni pak të nxituar në lidhje me udhëtimet. Disa prej jush mund të jetë një udhëtim afër shtëpisë tuaj, mund të jetë një udhëtim për jashtë shtetit që ju po e mendoni për ta bërë. Mund të jenë diskutime rreth udhëtimeve gjatë kësaj fundjave, sepse ju e keni ndier veten të sakrifikuar në lidhje me diçka. Mund të keni qenë të sakrifikuar në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike, dhe kjo gjë do t'ju bëj pak të vrullshëm këtë javë. Këtë fundjavë. Ndërkohë, do keni shumë diskutime, ndoshta edhe me persona të tjerë, do analizoni rreth emocioneve tuaja, dhe mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni, duhet jeni të kujdesshëm. Por ndërkohë ju shoh që do ndjeni dhe në dilema. Disa prej jush mund të jenë midis dy personave dhe do t'rregojnë pak të vrullshëm, të nxituar me fjalët që do thonë. Sepse jeni ndjerë të sakrifikuar në një njohje ose lidhje që mund të ketë qenë dhe e dy fisht. Në rastin tjetër, mund të jeni duke diskutuar rreth marrëdhënieve tuaja për të shkuar diku, sepse ju keni punuar shumë dhe jeni ndjerë të sakrifikuar në lidhje me këtë gjë dhe keni nevojë për një pushim. Dhe mund të jeni dhe midis dy zgjedhjeve. Partneri mund të thotë diçka tjetër, ju zgjidhni diçka tjetër. Ndërsa në lidhje me punën, ju shoh për gjithë ata që mendojnë ndoshta edhe për të bërë fillime të reja, ju do lëvizni shpejt, do veproni shumë shpejt, do jeni shumë të guximshëm, por ju shoh që përsëri do t'i analizoni situatat dhe mund të jeni dhe midis dy punëve, dy projekteve, dy bashkëpunimeve të ndryshme, ose mund të jetë dhe blerje, mund të jetë blerje shtëpie, blerje makine, dhe do t'ju bëj pak konfuz në fund të javës. Dhe kemi kartën e vdekjes dhe unë ju shoh që ju do t'jepni fund vështirësive gjatë kësaj fundjave, dhe këtu flasim për vështirësi emocionale, ose flasim për gjëra karmike më tepër, gjëra që ju dëshironi t'i mbyllni, vështirësi që ju kanë sjellë në jetën tuaj. Dhe kur flasim karmike, nuk ka lidhje vetëm në lidhje me dashurinë. Mund të jetë një njohje karmike dhe ju dëshironi t'i jepni fund për të bërë diçka ndryshe, sepse shoh që nuk dëshironi rrugë të mesme, sepse kemi dhe Plutonin në ujor. Nuk dëshironi, dhe kjo është karta me energjinë e Plutonit, ju dëshironi të bëni diçka tjetër, të ndryshoni të ardhmen tuaj. Ju dëshironi ose ju do keni një transformim shpirtëror në këtë fundjavë, por ndërkohë dhe ndryshime të mëdha. Dhe shoh që do merrni iniciativa në lidhje me dashurinë për të futur në një njohje të re. Iniciativa në lidhje me punën për të bërë një fillim të ri, një punë të re, një projekt, një bashkëpunim. Por ndërkohë do të jepni fund një situatave, partneriteteve që ju kanë lodhur, ju kanë krijuar vështirësi, dhe do lidhni kontrata të reja. Kontratat mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, kontrata për të shkuar jashtë shtetit, një kontratë bashkëpunimi që mund të zhvillohet midis dy personave, jo domosdoshmërisht në zyra notariale, por ju shoh që do jeni shumë, do fitoni atë autoritetin brenda vetes, sepse kemi kartën e perandorit, por ndërkohë ju do jeni më të logjikshëm, do jeni
Ndoshta një pjesë prej jush do kujdeseni më shumë për familjen tuaj gjatë kësaj fundjave. Gjithsesi, është një energji fantastike. E rëndësishme është që këto ndryshime gjithmonë vijnë për mirë. Në qoftë se diçka lihet mbrapa, lihet që të bëhet diçka më e mirë të nesërmen. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave që ju mund të jeni. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim çfarë ju thonë në lidhje me këtë fundjavë. Dhe kemi asin e monedhave, përsëri në fakt na erdhi një energji e fortë monedhash që tregon një lloj stabiliteti, por tregon që ju do jeni më me këm në tokë në zgjedhjen dhe në zgjidhjen e situatave gjatë kësaj fundjave. Dhe ju thot, është një moment i mirë, thot, për të bërë ato zgjedhje tuaja. E rëndësishme është të nënshkruani kontrata. Dhe kur flasim kontrata, sepse na doli edhe këtu te mbreti i monedhave, kur themi për kontrata, na doli dhe përsëri te karta e fundit, kur themi kontrata, nuk do thot vetëm kontrata pune, kontrata për projekte, për bashkëpunime, por kontrata quhet dhe kur ju lidheni me një person dhe ose hyni në një njohje, në një lidhje, në një farë mënyre është një lloj kontrate me këtë person, që ju jeni dakord me njëri tjetrin për të vazhduar përpara, ose në lidhje me njohjet ose lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin e njohjeve, mund të bini dakord me personin, sepse ju shoh që ju do analizoni shumë situata, ndoshta për të kaluar në një bashkëjetesë, për të kaluar në një fejesë, në një finalizim. Por ndërkohë kjo ka lidhje dhe me kontrata ekonomike. Ju mund të bëni një kontratë në lidhje me një investim që mund të bëni, mund të jetë një biznes, mund të jetë ju dëshironi të bëni një punën tuaj ose diçka tjetër dhe gjithsesi është një fundjavë ku ju do përqendroheni jo vetëm në anën emocionale dhe në situata shpirtërore, por edhe në anën ekonomike, por dhe në lidhje me punën tuaj, me studime të ndryshme, por dhe me fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira, duke i dhënë fund situatave të vështira që keni kaluar deri në këto momente. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj përsëri një fundjavë të këndshme. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë dëgjojmë videot e radhës.